Ervina, të përshëndes. Përshëndetje nga Durrësi, ne jemi stacionuar pranë prokurorisë së qytetit bregdetar, aty ku në fakt vetë prokurorët kanë në duar një çështje të nxehtë për gjithë opinionin publik. Përgjigja e fundit zyrtare nga organi i prokurorisë daton në fund të muajit shtator, atëherë kur ne kërkonim informacion mbi atë çka do të ndodhte më tej me 102 kontenerë të bllokuar prej rreth një viti në periferi të qytetit, dhe përgjigja ishte që në kuadër të sekretit hetimor nuk mund të bëjmë të ditur detaje. Megjithatë, duket se dita e sotme sjell një lajm pozitiv, të paktën burime për MSN nga policia konfirmojnë ekskluzivisht që do të hapen kontenerët mes ditën e sotme për të marrë mostrat dhe për të dhënë fund pikpyetjeve të shumta nëse ka në to mbetje të rrezikshme të dyshuara të tilla që në krye të herës apo bëhet fjalë për mbetje të parrezikshme. Sigurisht zhvillimet janë në vijim, ne do duhet të presim mes ditën e sotme për të parë nëse kjo do të ndodhë realisht. Megjithatë, të gjitha gjasat janë që do të marrë fund kjo maraton, sepse do të ketë të paktën një hap konkret në lidhje me marrjen e mostrave. Do duhet të thënë që ka qenë një kalvar i gjatë, në muajin mart u gjet laboratori e më tej u la pezullt për shkak të faktit që nuk pati një dakordsi dhe jemi sot në këtë zhvillim të fundit për MSN Live. Tani, si do të bëhet i gjithë ky proces? Pra, në kuadër të transparencës, siç duket, është gjetur laboratori. Ne nuk e dimë ende, ndoshta në orët në vijim, në minutat në vijim mund të marrësh informacion nëse do të analizohen brenda Shqipërisë apo kanë zgjedhur një nga partnerët dhe a do të jenë prezent grupet e caktuara të cilat në fakt e kanë kërkuar një gjë të tillë, që të mos jemi përballë një manipulimi, abuzimi të mundshëm, hijet e dyshimit e kanë shoqëruar këtë çështje. Këtë mund ta themi pa frikë, Ervina. Por sot si kanë menduar, pra rreth mesditës në mos gaboj, do të kemi këto zhvillime, ne do të jemi atje, do të jesh besoj dhe do të na tregosh detaje tjera, por ideja është të kuptojmë pak paraprakisht a do të zbatohen të gjitha rregullat, atë janë palët që kanë kërkuar pjesë e procesit së marrjes së mostrave dhe të mësojmë diçka më shumë ku do të analizohen ato. Faktikisht unë përmenda që në krye të erës kemi të bëjmë me një sekret hetimor, nuk kupton që ka qenë shumë rezervuar prokuroria, po kaq që kësaj mund të shtojmë edhe pjesën tjetër që nuk ka një deklaratë zyrtare në lidhje me gjetjen e laboratorit e për më tepër për marrjen e mostrave mes ditën e sotme. Do të thotë që nëse vetë grupet e interesit nuk janë të pranishme, të paktën deri më tani në terren, kanë qenë shumë të rezervuar, jo vetëm ata që kanë në duar këtë çështje të nxehtë, pra prokurorët, por edhe të gjitha hallkat që do të ndihmojnë në zbardhjen e plotë të kësaj çështje të shumë përfolur, se të bëhet fjalë për mbi 2100 ton mbetje të dyshuara të rrezikshme. Çka do të thotë që ne nuk e kemi informacionin nëse bëhet fjalë për një laborator të jashtëm apo në vendin tonë, por paraprakisht unë mund të them që herë në parë dakordësia e mos arritur kishte të bënte me një laborator brenda vendit. Dhe aso kohë prokuroria bëri me dije që për sa kohë në Shqipëri nuk gjendej laboratori, do të shikonin në vendet përtej Shqipërisë, përtej kufive. Çka do të thotë që pavarësisht se kemi të bëjmë me një amendsim, ky proces do të jetë në duar të specialistëve që vijnë nga një laborator jashtë vendit dhe për të parë se si do të funksionojë, do duhet të jemi pastaj në mesditë pikërisht në terren se si do të shkojë si operacion. Deri më tani nuk ka asnjë njoftim zyrtar, asnjë deklaratë zyrtare për të ftuar mediat apo antarë të shoqërisë civile, aktivistë, të gjithë të interesuarit të jenë pjesë e këtij procesi që në krye të erës është vështirë nga mungesa e transparencës. Janë 102 kontenerë, se çfarë strategjie do të ndishet, kjo mbetet për të parë, Ervina, edhe në minutat në vijim. Ndërkohë ti e ke ndjekur këtë çështje me detaje edhe në terren. Çfarë mund të themi sa i takon asaj se çfarë ka ndodhur, pra ku janë të vendosura, se u hodhën hije dyshimi që edhe mund të kishte nisur asgjësimi i tyre, sigurisht, edhe pse ata do të marrin mostra. Ne nuk e dim se çfarë ndodh me 102 kontenerë sa kohë ata nuk japin informacione. A mund të jetë asgjësuar një pjesë ose jo.
e para njëherë duhet presim se për çfarë bëhet fjalë dhe rrezikshmëria e tyre që mund të hapi tjetër kapitull qoftë për mbylljen e çështjes ose edhe për përshkallëzimin e saj, sepse këtu sikur se kemi parë janë të përfshirë mjaft institucionet, edhe juristët apo dhe kolegët tanë gazetarë kanë kërkuar që mos mbetet vetëm në dyert e prokurorisë së Durrësit, por të jetë një çështje e cila duke qenë se prek dhe institucionet të jetë në SPAK. Gjithsesi, deri tani ne jemi në këto veprime që ju i cituat dhe i renditët korrekt. Ideja është kuptojmë kur ke vëzhguar në terren, ka patur lëvizje të dyshimta, ose sot do t'jetë transparente, do të lejohet në një të shohim se çfarë mostrash po marrin ata? Sigurisht drejtësitë kanë shoqëruar të gjithë këtë proces të gjatë, që duhet thënë që nuk është të përfundon në marrjen e mostrave, megjithatë le të themi jep një drejtim çështjes. Për sa i përket faktit se çfarë ka ndodhur në terren, ne të gjithë banorët e zonës që kemi pyetur, pavarësisht se e kanë pasur të vështirë këtë ta konfirmojnë për mikrofonin, kanë thënë që nuk ka pasur lëvizje të dyshimta që nga momenti kur u çuan dhe u bllokuan në periferi të Durrësit 102 kontenierët. Dhe kur flas për lëvizje të dyshimta, përfshihen këtu fakti që mund të jenë marrë nga vendi ku janë stacionuar fillimisht, mund të jenë asgjëstuar, mund të jetë marrë një pjesë e tyre. Të gjitha këto, të paktën sipas informacioneve që vijnë nga terreni, duket se janë përjashtuar. Megjithatë, zvarritja e procesit dhe mosgjetja e laboratorit, në të njëjtën kohë edhe fakti që kemi të bëjmë me një sekret të cilët i marrë edhe për pjesën se si do të operohet ditën e sotme, sigurisht nuk bëjnë që të zhduken dyshimet drejtjet mbi të gjithë e të rinë e procesit. Mbeten të hapura për sa kohë zëra të ndryshëm që vinë si nga shoqëria civile, ashtu edhe le të themi pastaj edhe pjesë e opozitës në lidhje me zhvillimet e ndryshme, nuk e përjashtojnë mundësinë se çfarë mund të ndodhur me këto mbetje të dyshuara të rrezikshme, të cilat janë aktualisht në periferi të qytetit bregdetar, në një zonë që për hir të vërtetës ka të bëjë për sa i përket historikut me një ndotje mjedisore të shënuar në vite. Tani, sekret nuk është më, sot rreth orës 12, ne do të shohim grupet e punës, do të jemi aty, do të lidhemi sërish së bashku. Ervina, për momentin vetëm të falenderoj, pra kur them që nuk është sekret, është po, sot do të merren mostrat, si do të jetë fati tyre, çfarë do të ndodhë, ku do të analizohen, dhe a do të keni një përgjigje edhe nga prokuroria, sepse besoj jeni drejtuar për marrjen e informacionit për fazën e hetimeve dhe çfarë po ndodh me një çështje e cila sigurisht është e për masave të mëdha, jo vetëm se flasim për Kurum, po flasim edhe për një ndotje të jashtëzakonshme e cila pa diskutim që ka pasoja, kështu që rishihemi në orën 12. Ervina, ku ne do të jemi të pozicionuar jo pranë prokurorisë, por do të përpiqemi që nga vendi i ngjarjes të sjellim detajet e tjera. Edhe një herë faleminderit dhe shihemi sërish. Faleminderit ju.